Faleminderit, Irmama Silve. Faleminderit, Ratkoc, Ken, Malqie Vogël, Kesh, Qiplak, Dobidon, Pollush. Pra, komuna Raovesit I ka 36 fshatra dhe ka qytetin. Faleminderit gjithë. Përshyer as mundin, as angazhimin për të fituar dhe gjithë ata që kanë besuar që projekti jonë është fitus. I falenderoj dhe ata që kanë pas rezervën projektin tonë, sepse une nga sonte mendimin e juaj, me besimin e juaj jam kryetar I të gjithëve, pa dallim partije, pa dallim bindje politike, pa dallim lokaliteti, pa dallim rajoni, pa dallim qinie. Pra jam kryetar I të gjithë qytetarëve të komunës së Raovesit, ata që jetojnë këtu, ata që jetojnë kudo në Republikën e Kosovës, ata që jetojnë dhe punojnë në Mërgat, në shtetet e Perëndimit. Gjithsesi, unë në emër t'juajin, po do mi falenderu gjithë ekipin tim, I cili është nga shtabi zgjedhor, antarët e kryesisë, asamblesët tonë, kandidat për asamble dhe edhe në emër të këtyre strukturave, në emër të aktivistëve tonë, që janë nga ky fshat, nga gjithë kjo zonë, nga gjithë komuna jonë, po du mi falenderu edhe njëherë po du më qytetarët. Pavarësisht si votuan qytetarët, unë mendimin e tyre sonte e fitova me votën e juaj, me besimin e juaj, mandatin e 4 për të qeverisur me komunën e Raovesit. Unë asnjëherë politikën nuk e kam trajtuar sprint, shpejt e shpejt. Unë jam politik edhe jam për maraton politik. Prandaj, unë asnjë dhënim nuk e kam as për ata që s'u kanë votuar, sepse të qenë kryetar edhe aty. Pra, unë në këtë mandat do të punoj për ju dhe do të shfrytëzoj çdo mundësi, çdo rrethon dhe në pajtim me ligjin do të sjellë arritje e suksese në komunën e Raovesit, arritje e suksese të cilat kemi bërë do t'i bëjmë bashkë. Po e falenderoj edhe prezencën e plot njerëzve këtu, prezencën e policisë, ne po festojmë, jemi njerëz me kulturë, me traditë, jemi vend që I kemi dhënë Kosovës, si komunë, si zona në Drinis, I kemi dhënë Gjak, I kemi dhënë Djersh, I kemi dhënë Mundi, dhe shpresoj që edhe këto fishet zjarët nuk do të hidhen në kujdes, ne son të festojmë, sepse ju na keni mundësuar që të kemi mundësi të vazhdojmë punën bashkë me ju e në interes t'juaj. E falenderoj kryesuesin e kuvendit komunës Arbër Zënunin, I cili ka skadu tash mandati për si çka do të bëhet. Falenderoj nën kryetarin e komunës, Fatmirisht Kënqoshtë dhe Parti Listës. Po unë I falenderoj edhe ata që kanë besu ndryshe me 12 tetor, kanë votu ndryshe me 12 tetor dhe kanë pas mundësi me votu ndryshe me 9 tetor për ditën e sotme. Unë I vlerësoj të gjitha subjektet politike, po ja që numri 174, ku ka kon ajo edhe njëherë me fitu ki numër dhe ne jemi bashkë me ju, me ata që shenë këtu, me ata që në votuan edhe me ata që s'ka votuan. Faleminderit shumë, urinën nga zemra, lavdi të mbara, lavdi të shmorëve, lavdi martirëve, lavdi të shmorëve, lavdi martirëve. Respekt për veteran, për invalid, për fermerët, për kulturët, për student, për bizneset, për trinj, për trejat, për burrat, për gratë, për fëmijët, për familjet, kudo që jetojnë në komunën tonë dhe për familjet cilat jetojnë në shtetet e Perëndimit. Faleminderit mërgjimtar të nderuar. Që keni ardhur nga larg për ta mbështetur vizionin tonë,
projektin tonë. E falenderoj po ashtu dhe familjen time, babajnë tim, që tje ka pas një pikindjen, 87 vjetoren, e falenderoj për mbështetje. E falenderoj për mbështetje. Pashortën time, etnikun, aten, po edhe të krijuarën e etnikut, dhe nëpërmjet familjes time edhe njëherë, nga zemra po i falenderoj gjithë ju që jeni këtu, dhe ata që mungojnë e që kanë pas dëshirë me fitu ne e na kanë besu ne. Po edhe ata që s'kanë pas mundësi me na besu ne, e s'na kanë votu ne, edhe ata janë qytetarë këtij vendi dhe unë do të punoj me të gjithë, sepse do të jem. Ata e refugjat ma. Refugjat janë ata. Ata që s'ke besu. Faleminderit edhe një arbi policisë Kosovës, urime 9 nëntorit, ditë rëndësishme për komunat e Kosovës, për ato komuna që kanë qenë balotazh, urime gjithë atyre që kanë fitu, Gjakova u fitu, nga Ardian Gjini, Bani Muharreme ka fitu Soareken, Smajl Atifi Raovesin, Gjemi Reza i Klinën. Unë po ashtu, po du më thanë edhe diçka, që e pesi telefonat, ndoshta ma ka bo kolegu im, oponenti im, që tashme do t'jenë edhe kryetari i tij, Zoti Ali Dula. Faleminderit shumë. Urime. Nga kanar dojnë më nga bo muzik pak edhe Rifat Mulej me kolegun e ti, edhe do të boj muzik, ju e dini çfarë muzikën nga unë, muzik me qiftelia me sharkia. Ju lutem mos shpërndani veç rrugën, shone mirë që mos ketë problem me qarkullu automjetët, këtu do të bojnë muzik Rifat Mulej nga zona e Hasit, nga bashkia Hasit, nga krumma Hasit, nga Hasi, ku na lidh dhe na ka bashku gjithmonë, edhe sonte kanë ardhur për festën tonë. Faleminderit shumë. Ai na sport, Jo, s'pa